Po alkoholi s'bën mu shërby het, se ka ndalu i modhi zot që t'ka fol ty, që po m'vete mu që po mënuena me punë. Ja valla ban qysh, mja bo qysh të m'pelqen mu. Merë me vete, dhe vete që qa shëshirë me morë me vete, të më humër. Kusë e gjenar, kusë mërë se gjenar. Mitrovica është një qytet ku praktikohen ritet fetare dhe mbahet Ramazani. Në qytetin e minatorëve ndodh një fenomen interesant gjatë këtij muaji. Lokalet nuk shërbejnë alkool, madje disa prej tyre janë të mbyllura deri në iftar. Ne do t'ju pyesim qytetarët se si e kanë pritur këtë vendim të pronarëve të lokaleve dhe restoranteve. Më herët e përmenda që disa prej lokaleve janë të mbyllura. Këtu po shohim të njëri që po shkruan orari i punës gjatë muajit të Ramazanit është nga ora 15 deri në orën 23. Po alkoholi s'bën mu shërby as në Ramazan as pa Ramazan. Se ka ndalu Zoti i madh ati ku shumë fol. Në Ramazan shumë mirë ja kanë bu, po këto s'duhet me shërby as pa Ramazan. Disa prej tyre janë edhe të mbyllura. Disa të mbyllura, po alkoholi s'bën mu shërby het, se ka ndalu i modhi zot që t'ka fol ty, që po m'vete mu që po mënuena me punë. Me thonë, diska dyve në ka fol, e po m'nine, po t'nije, po t'shë, po m'she, do me thonë Zoti ka thonë ju, alkoholi është ndalume dhe pikë. Në sen që ka ndalu Zoti, që kur më në rëgë Zoti, diska thoi mo zot të tonë. A sanet që i ka ndalu në kushtën sozat nërmoles, ja valla ban qysh, mja bo qysh të m'pelqen mu. Në kanë regull, mirja kanë bo që kanë nolë. Por alkohol edhe jo të akord po me hungër, të merë me vete dhe vete që qa shëshirë me morë me vete, të më hungër, s'ma dhe me jetë pa hungër. Ka shumë lokale nuk shërbejnë, as me hungër, as alkohol përshësi. Përshësi alkoholi nuk e lejojnë. Qysh e keni prit ju këtë vendim? Po, nuk është vendim i keq, pasi që na jemi musliman, përkrajmë Ramazanin, sa me bon. Kusë e gjenar, kusë mërë se gjenar. Unë e se gjenar, kërë e ri, o të është plak gjepin i një oqe.